Rikthehemi në vlogmas numër 13. Tani, sot është data 12, se të kuptohet që vlogmas i xhirohen një ditë para dhe hidhen ditën tjetër, dhe unë dhe Klajdi kemi për vjetorin ton, festojmë 10 vite së bashku. Kështu që Klajdi ka marrë pushim nga puna sot, që ta kalojmë gjithë ditën bashkë, do dalim, do ha mëngjesin, do pijmë kafen e mëngjesit, pastaj se ditë shohim që më të bëjmë për drek, të shkojmë diku, nuk kemi asnjë një plan. Tani dhe unë vesha, kam veshur këto fund pantallonat e Zarës, me golfin e thjeshtë të zi të Zarës, si për të vesh pellushin kaf, se kuptohet që është fiksimi im i momentit, me që se e kam të ri. Edhe ky shkon me gjëra të shkurtra, nuk do gjëra të gjata, se mendova fillimisht të vishja fundin e lëkurës, por ai do diçka më të gjatë, do pallton e zezë të gjatë, për shkakun që shkon më shumë. Po si paradite që është, ky pellushi besoj se përshtatet pak më shumë se xhaketa palltoja e madhe. Ta njerëzit ndrogove se këtë kom pa. Të me lëm njerëz. Si ta? Nuk ta dhe mërë. Nuk dalë me mësë më cirë ti. Po ti njerë në handel. Prisnim të tregoj çik dhe dhuratën e burit për 10 vjetorin, është ky përzylliku i Floririt me këta gurët e veckël kështu. Tani unë e kam vënë nga dora e orës, por do ta kaloj nga dora tjetër sepse më ngatron kam bashkë dhe më bezdiskan. Disa duket se bie djeli, po shumë cute, shumë i bukur. Të kaloj nga dora tjetër tani. Po mirë më shpirt, dashuria jon bë 10 vite sot. U rrit, është shumë e madhe. Më mirë këte. Se më bezdiste shumë të ora. A të kafet shkën, se në zuri koka, ku do t'a pim? Ja, do kalojmë si për makinave, kështu. Ka të rëdhe këtej, pëse rëdhe këtej? Po këte erdhe për të që deshe ti për. Të njerë, se mua buri më dha dhurata shëmbrëm në darkë, mua më fiksua si kur më rinte pak e lirshme. E thek Lejti kalojmë, ose shilë dhe një tjetër, ose të shojmë të shojmë të shkurtojmë pak pashtu. Tani për në dhimë se me shkurtu, se njësoj e pak muati. Mi shaka, po... Pastaj vajta aty, edhe po e provoja, edhe po më thështë edhe gosa që mirë e ke, se më të ngushtë se aq do të bezdisi pastaj. Plus që ishte masa më e vogël që kishe, dhe vetë po më duke i mirë, kështu që lash fare nuk e shkurtua. Dhe me qenë se vajtëm, lajmë gjërat e tjera të Floririt për të rregulluar. Kisha një unazëm që më kishte rënë guret. Klejti kishte një bërzullyk që ishte kaputur, kështu që bashkë me kutin, çantën, siç kisha gjërat e bërzulykut, lam ato gjërat e tjera, kështu që tregova direkt të vënë në dorë. Më hajt briosh dhe më pjet kafe kiq fare. Gjithë kam nga nasdar, ka nga budalliqe që erdhi natë tani me Arionën nga shtëpia. Kisha marrë patatina, çokolata, plus edhe nga hormonet e ciklit më aq vetëm budalliqe. Kështu që se nga dark fare pastaj. Sa e do të bëj gjë. Ma hahet, është ora 11:30. Ngela çdo ditë, duke filluar ditën në orën 11:30 dhe pastaj s'më ngelet kohë për asgjë, për asnjë një gjë. Your hands are shaking on my skin. The fire starts to burn within. I see your eyes, I lose control. The night is singing to my song. Tani njerëz, pim kafen, e pim të ju vanilja. Ka kohë shumë të mirë në Tiranë këto kohë, thash po kënaqem, ishte diell. Edhe rezervuam për në darkë si përfundim, nuk e lam që dalin për drek, rezervuam për në darkë tek Arka Rooftop, që ka pamir shumë bukur nga Tirana, nuk kemi qenë asnjëherë. Nela në fakt më thash pse shkoni atje, pastaj po thoshte edhe Klajdi pse s'vemi te Rooftopi, po aty është më bukur në darkë, kështu që rezervuam për në darkë. Dhe po mendoja unë tani çat vesh, nuk kam asgjë si gjithmonë. Buri që është më keq se mua, s'kam asgjë. Jo, thash s'kam asgjë. Ti t'ishte do ble, po pra. Ti se vret mëri, po vete direkt ble gjëra të reja. Dhe përfunduam te Tegun, domethënë. Unë thjesht mora një badi, një bluzë kafe, të tregoj në shtëpi për ta veshur me fundin e lëkurës, po mendoja. Tani në mendjen time unë kisha për të veshur me geta dantelle, sepse kanë dalë shumë në modë dhe më pëlqejnë shumë. U futa te Tezenis, nuk gjeta. U futa te Calcedonia dhe ishin 36.000 lekë një paketa.
Domethënë nuk më la mendja. 36.000 lekë një palgeta. Kishte edhe ngjyrë kafe që mua më shkonte edhe me bluzën. Por thash ishte shumë shtrenjtë për një palgeta dantelle që ekziston mundësia që unë t'i kap me unaza që herën e parë që i vesh. Ja, këto për shembull zezet që kam vesh sot i vesha për herë të parë. Këto janë kështu të lira 4-5 lekë. Po direkt i kapa me unaza. Kështu që besoj se do i vesh me geta të thjeshta të zeza, se nuk di ku të shoh tjetër nga këto getat e veçanta. Domethënë në dyqane fizike që i kam afër, se kështu për me porosi online, vonohen shumë. Dhe buri bleu te Klimberi, edhe këmishë edhe për pantallona, shumë bukura ishin të dyja. Këmisha më pëlqeu më shumë, por ju kombinohen bukur dhe me ato pantallona. Ka filluar të marrin shumë pantallona serioze, bluzet me jak polo, kështu që i shkojnë ato tipe. Edhe këmisha ishte nice. Do tregoj sa po të bëjmë në shtëpi. Drejtën do jam nga Vjera, domethënë se pantallonat s'ke që tregon ti, se i lëm atje. Po, s'morën pantallona. Dhe i marri pas ditë, i tha se i la për të shkurtuar, këta do dyqanit të Klimberit të bëjnë vetë shkurtime dhe kjo është gjë e mirë, sepse i nxjerrin shumë mirë, realisht më mirë se këto rroba qepse që na prishin gjëra. Kështu që tregoj vetëm kamishën sa po të vemi në shtëpi. Tash drekën tam nga prindrit e Klajtit, ka gatu Vjera. Shumë mirë, fiks fare se është ora 2:20 dhe s'kem gatu asgjë. Dërkëndoj ham jashtë, s'kam punë me kuzhinën sot në shtëpi fare. Sa erdhëm në shtëpi. Harova të nxjerr robotin, edhe kam bërë gati, kam ngritur perdet, se më ngatroi që do të perdja, me kam perdet e sallonit edhe të dhomës time shumë gjata, që prekin nga top në parket, dhe më ngatroi të aty, kështu që i ngrita sipër, po harova të nxjerr. Tani që hyra në shtëpi kujtova që nuk e kam nxjerr. Nëse se kam 700 punë për të bërë, po do t'tregoj shpejt këto që morëm. E Zara, pati që mora unë, shumë madje as nuk e kam provuar. Kështu që më duhet ta provoj. Ky është badi. Shikoni, ka ngjyrën kafe shumë të bukur. Këtu te supi, këto to kanë gold. Njërën krash me mëngë të gjata, dhe tjetra është krau zbuluar. Dhe vjen badi. Besoj se do më bëj, po më duhet që ta provoj dhe të shoh se si ri. Kjo ishte 30.000 lekë. The code if you need, se pastaj do ma shikoni të veshur dhe jam shumë e sigurt që e veshur ri më bukur. Okej, tani jam mori fokusin. Tani pantallonat Klajti la për të shkurtuar. Klimberi është kthyer dyqani preferuar i Klajtit. Dhe mori këtë këmishën. Është material i ngrohtë tip fanellate, ka këtë ngjyrën kafe shumë të bukur edhe kjo. Dhe kështu. Klimberi është italiane. Si mark, i rritë është shumë bukur dhe i shkon shumë. Klajtit i shkojnë shumë ngjyrat kafe. Ka marrë tjetër edhe një pullover te Klimberi, po këtë ngjyrë, ajo ndoshta vjen pak më hapur në cappuccino dhe ajo i shkon shumë. Këto ngjyrat i përshtaten goxha. Dhe patjetër që e kombinuam edhe me çorapet, kafe e pjekur dhe çorapet. Këta ishin deri. Sa bëra dush njerëz, kreva flokun, aplikova sigurisht livinin e Revlonit, që më pëlqen shumë, se sa lehtësisht e kre flokun. Kam vënë edhe këto eye patches me kolagen. Tani do thaj flokët edhe të filloj të bëhem gati, se ka shkuar ora goxha vonë. Unë mora sigurisht me editimin e videos që do hedh sot në YouTube, e cila nuk hyn ndër videot e mia të preferuara. Por tash, këto ditë po bëjmë video më të bukura se është fundjavë dhe fundjavë kam shumë njerëz për të dalë. Sapo u bëra gati, thava dhe flokët, bëra tualetin, mi kapim paka shumë që bërë gjithmonë me këto buzët kafe, kam veshur edhe veshjen që të vesh sot për dark. Kjo është bluza kafe që bleva nga Zara, shikoni pak sa e bukur që është. Se di vjet drita me aftushën, është të duket më mirë këtu, ka këtë pjesën e tokaz këtu me gold, është me njërën krah, që ku e kam bërë fiks për nxjerr tatuazhin dimër, që s'më duket fare. Vesha dhe fundin e lëkurës, që është i gjatë deri në fund. Tani, kam veshur këta në zeza të thjeshta, kjo është i qarë në mes fundi, që se do kisha ato me dantel, besoj se do dukesh shumë bukur, pavarësisht se pak, po besoj se ishte një detaj që plotësonte shumë pamjen time. Por, jam në mëndyshje për këpucët. Atëhere, jam midis këtyre, gjysmave dhe midis çizmave.
Nuk di cilat të vesh, do t'i provoj njërë të dyja të shohim. Okej, ti këthua. Okej, këtu e kam veshur me çizme. Shifë dhe t'i Simra? Me këto çizme? Jo, definitivisht mendoj me çizme të bukur, më trendy, më stylish. Këto si kena më shumë për pantalona me gjinse. Këto, takat e vockla, e maj. Që që me çizme do shkojmë. Këto si kam vesh asnjëherë, që kur i bleva, sepse dhe atëherë që i mora për atë fejesën, fustanin e kushte vesha me sandalet e zeza. Me sa duket do visha nga pranvera. Se sa tani dimër. Shiko çizme që i kam veshur 100 herë, nga ngel plastiku këtu pa hequr. Ja, e këputa. Ti për do vesh pallton e gjatë edhe i këp të dalim, se ndoshta ka dhe trafik, kështu që më mirë të nisim një herë që të arrim rezervimin, si duket. Ma më pëlqen veshja, duket goxha klas. Çantën e vogël, ato të gjerësit do marrë, sa një pen. Mbaruan dhe darkën tonë edhe xhiron tonë. Po knaqem shumë, darka rooftop ishte shumë bukur, shërbimi ishte shumë i mirë, kishte nga këto filipineze që flisin anglisht. Të njëherë besoj se është pak e bezdishme sepse besoj se ka persona që nuk i kuptojnë, nuk e di, më duket pak e sikletshme. Por sigurisht që kishte edhe pjesë të stafit shqiptar. Për pjesën e sugjerimeve, vite më pas një person i stafit që fliste shqip dhe bënë dhe sugjerime, sepse këto filipineze ishin thjesht për shërbimin në fillim të menuve, shërbimin e ujit të pijeve, këto gjëra. Ndërsa për pjesën tjetër pastaj të porosisë vinte shqiptar që e merrte porosin. Ishte shumë bukur, ishte fantastike, pamja xhaxhë dhe ushqimi ishte shumë i mirë. Tani, i kushtu shumë, le të themi që ishte, po besoj se varet edhe nga porosia që zgjedh të bësh. Ne zgjodhëm të marrë, më së shumti kishte menu peshku dhe sushi, parë që porosisin shumë dhe kishin si diçka kryesore, ndërsa mishin më pak, ne morëm mish viçi, ribaj, dhe ishte shumë i mirë për qenë shumë i shishëm, ishte pak i shtrenjtë. Kemi marrë diku te 900 gram për 2 persona dhe vetëm mishi kushton 126.000 lekë. Kështu që si tavolin si darkë totale na vajti 176. Dhe po thosha, totali ne si faturë na vajti 176.000 lekë, që është pak e kushtueshme për 2 persona, kredi sa po më pëlqej video. Por okej, ishte eksperiencë e bukur, ja vlente. Tani thash, fatura ndoshta varet edhe nga zgjedhjet që ti bën. Mishi që ne zgjodhëm, thjesht që është mish pak i shtrenjtë, por është shumë i mirë, për që është shumë i shishëm. Si eksperiencë totale, pru them që ja vlen. Do të thënë, për ta provuar si restoran, si eksperiencë ndryshe, si kujtim ne për vjetorin tonë të 10. Për shumë, po ishte shumë ide e lezetshme. U kënaqëm. Unë po e mbyll këtu edhe këtë video njerëz, ne do shihemi prapë nesër me vlogmas, mos harroni të bëni subscribe, notifications on, komentoni çfarë të keni dëshirë dhe shihemi nesër. Bye bye.